Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe çdo debat i vogël kthehet shpejt në përplasje të forta personale. Kësaj here, në qendër të vëmendjes u gjendën Ludo, Benita, Eliona dhe Bia në një situatë që nxori në pa xhelozi, provokime dhe përçarje të hapura. Gjatë një bisede që fillimisht dukej e zakonshme, Ludo vendosi ta provokonte hapur Benitën. Me një ton ironik dhe sfidues, ai e pyeti drejt për drejt pse ajo, sipas tij, shfaqte xhelozin ndaj Elionës. Ai shkoi edhe më tej, duke hedhur një krahasim të drejt për drejt mes tyre dhe duke sugjeruar se arsyeja e këtij qëndrimi ishte fakti se Eliona është më e bukur dhe se çdo herë që ajo i afrohet dikujt. Benita e shikon me inat, fjalët e Ludës ranë rënd në ambient. Benita reagoi menjëherë, e prerë dhe e prekur, duke e mohuar kategorikisht akuzën. Ajo deklaroi se nuk kishte asnjë ndjenjë xhelozie dhe se nuk e kishte problemin me Elionën, por me mënyrën se si disa banorë përpiqen ta vendosin në pozita që nuk i përkasin, por situata u ndez edhe më shumë kur në bisedë ndërhyri Bia. Me një ton të ftohtë dhe të drejtë për drejtë, ajo kundërshtoi Benitën, duke thënë se ajo që po thoshte Ludo ishte, sipas saj, e vërtetë. Kjo ndërhyrje e Bias u pa nga Benita si një goditje e dyfish, duke e lënë atë të izoluar në atë moment. Atmosfera u rëndua menjëherë. Benita u ndje e sulmuar nga dy fronte dhe e akuzuar për ndjenja që ajo nuk i pranonte. Eliona, pa qenë aktive në debat, u kthye sërish në qendër të vëmendjes, simboli një përplasjeje që në thelb kishte të bënte me perceptime, ego dhe rivalitet brenda shtëpisë. Banorët e tjerë vëzhgonin në heshtje, të vetëdijshëm se ky debat nuk ishte më thjesht një shkëmbim fjalësh, por një përplasje karakteresh. Big Brother Kosova edhe një herë tregoi se bukuria, afrimet dhe interpretimet personale shpesh kthehen në shkëndija që ndezin konflikte të mëdha. Ky episod hapi diskutime të forta për respektin, mënyrën e komunikimit dhe kufijtë e pranueshëm të